ka qenë zgjedhje vitin 1996 në Shqipëri. 96, pra Zoja Glover ka qenë dhe e pas ka ndryshuar emri zyra për Kombëmbar në 96. Pra aty është hera e parë e Gloverit. Dhe këto raporte në një herë duken si të përsëritura, sikur për shembull, një pjesë e raportit fliste për nuk ka patur hapësirë për partitë e reja. Tani, që sigurisht sistemi nuk lindte hapësirë për partitë e reja, ne e ndjejmë dhe vesë, ne jetojmë në këtë vend. Por ama nisur nga rezultati, kur partitë e reja, formacionet e reja morën gati 300.000 vota. Çfarë mund toni për këtë? Dalin prapë te pjesa që pavarësisht gjithçkaje, kur një sistem demokratik funksionon, njerëzit votojnë aty ku duan, sepse raporti thoshte nuk pati hapësirë për partitë e reja, por nga ana tjetër partitë e reja morën 1/3 e votave që mori Shumica dhe më shumë se 1/2 e votave që mori Pakica. Pra Pakica zyrtare. Ky lloj diskutimi fakt bëhet edhe në vende të tjera ku është pak a shumë një situatë e tillë e ngjashme ku ka disa forca të reja politike që shfaqen dhe në momentin e tyre të parë, jo vetëm këtu në Shqipëri, po edhe në ato realitete ku standardi demokracisë është dukshëm më lartë se ne, ekziston kjo problematikë. Që të vjetrit i duan të mbysin të rinj. Është normale kjo në një lloj mënyre, besoj edhe në Britaninë e Madhe, në Norvegji, në Suedi, apo në Itali, të themi, duke konsideruar dhe Italinë si vend me standard të lartë demokracie, është gjithmonë kjo pamundësia e forcave të reja politike për gjetur atë hapësirën. Do duhet të fuqizohesh duke vuajtur të themi fillimisht derisa të kesh atë peshë ku të konsiderohesh. Po nisu nga shifra, se prandaj po nisu nga shifrat, që të kenë marrë 300.000 vota. Sistemi që kemi ne në fakt nuk është se i favorizon shumë. Po, e vërtet është. Partitë e reja. Është një sistem që është për dy partitë e mëdha. Krijon avantazh, nëse mund ta them kështu. Por në fundit ai që ka fuqinë e votës nuk mundet që të cedoj nga kjo. Unë nuk di në njohjen time në një vend në botë. Rekomandimet vetë se janë të sakta që thonë të jetë gjithë përfshirës diskutimi, po për edhe së fundi ne ishim në një aktivitet me rastin e 30 vjetorit të vendosjes marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë dhe Komisionit të Venecias. Dikush atyre prej përfaqësuesve të Komisionit të Venecias, në dy raste, dhe ishin dy diskutantë ndryshme, thanë që çështja e sistemit zgjedhor është një çështje për të cilën ne nuk mund të futemi dhe nuk mund të japim asnjë lloj kontributi. Është tërësisht çështje zgjedhje politike dhe gjithkush përpiqet të përfitojë sa më shumë. Ai që ka vota natyrisht do imponohet më shumë. Megjithatë, sa i përket asaj thotë Skënderi tek çështja e reformës, temi e reformës zgjedhore dhe sa i predispozuar është një sistem politik që të hapet. Pra, rekomandimi thot reformë gjithë përfshirëse dhe sa më shpejt. Ndërkohë, të vetmet gjërat që kemi dëgjuar ne deri tani, kemi dëgjuar një reformë e cila ta uli numrin e mandateve, pra ta çojë në 100 e pat propozuar zoti Basha dikur, 101 thot zoti Rama sot, pra do ta lësh shifër teke, por ky lloj propozimi që unë jam i sigurt do të gjej mbështetje nga zoti Berisha, e kufizon edhe më shumë mundësinë që partitë e reja të marrin mandate në Republikën tonë? Absolutisht, po. Është e qartë, nuk ka nevojë që ta them unë, sepse është matematikë e thjeshtë, ulet probabiliteti për të marrë një vend në kuvend. Sot ke 140 mundësi, do të kesh 100 apo 110 nëse do të shkojmë tek ai lloj sistemi. Dhe nëse do ngelet e ky sistem elektoral, se nëse do të jetë një sistem tjetër, ndoshta mund mos ketë atë impakt. Sa e besoni ju me eksperiencën që keni që është një përshtypje e përhapur në fakt, kur janë parë sistemet e fundit elektorale, flas 20 vitet e fundit. Sa e besoni ju që ai sistemi i para vitit 2005 me 100 majoritar dhe 40 e korrektuar proporcional ka qenë ndër më të drejtët dhe më të saktët, që kishte edhe garë? Kam thënë edhe herë të tjera kur e kam patë rastin që ai ka qenë një sistem shumë i mirë, sepse nga një anë krijonte mundësi për të patur një qeveri të fortë, sepse është e nevojshme të kesh një qeveri të fortë, sepse nuk një vend, sidomos një vend si Shqipëria me këtë stat të zhvillimit ekonomik, social dhe demokratik, nuk mund t'ja lejoj vetes të ketë luksin që të ndrojnë qeverit çdo 5 muaj, 6 muaj apo çdo një vit. Ne nuk kemi Italia që mund ta ketë këtë luks, të themi.
Edhe ai sistemi siguronte qeverinë e fortë, por nga ana tjetër siguronte edhe një shkallë të gjerë përfaqësimi. Domethënë nëse të gjithë e kujtojmë që aty kishin përfaqësim nga të gjitha partitë, ato partitë ashtu quajtura të vogla kishin minimumi 3 deputet. Por të mos folur pasaj për cilësinë e përfaqësimit atyre 3 deputetëve. Kryesisht hynin nga 40 ato apo? Edhe ata hynin nga mandatet kompensuese, e kishin të garantuar që nëse nuk merr ose votat që merrin në sistemi mazhoritar nuk ju shkonin Nuk shkonin dëm sepse fundet ishte tek nga ana tjetër partia e cila fitonte zgjedhjet ishte solide në qeverisjen e vendit, por ndërkohë ishte prezente me zë real edhe opozita. Sepse ideja është që është humbur gara, është humbur lidhja e kandidatit Skënder, këta duan të shojnë më tutje. Këtu pyetja është, ta duan të shojnë të 100 mandatet. Problemi është, Nëse unë kam më shumë mekanizmin sot tani. A çfarë shansi ka që ky rekomandim dëgjohet dhe reforma të jetë gjithë përfshirëse, pra të përfshihen gjithë debat. Se tashmë kemi koha një ajo çfarë tha ty. Koha një dhe gjithë përfshirja. Edhe mundësisht konsensusi i gjerë, po dyshoj se do ta kemi sepse edhe së fundi përfaqësues të Partisë Demokratike vendosën në agjendë edhe çështjen e sistemit zgjedhor, që është normale. Po. Është normale që të supolame? E vërteta e idhur është kjo që sistemi zgjedhor përcaktohen nga shtudhuna e kartonave shumicës që i kanë 2 partitë kryesore. Jo vetëm këtu, po në çdo sistem zgjedhor që mund t'i referohemi çdo vendi. Por fatkeqësia ose ajo çfarë është karakteristik për vendin si ne, që edhe rekomandime që jepen nga institucione dashamirës për të përmirësuar sistemet zgjedhore, futen në filtrat e llogarive të 2 partive kryesore. Pavarësisht se zoti Cili Bashi në pozitën e kryetarit KQZ-s ja lejon vetes dhe ka për detyrë ta ndërtojë procesin gjithëpërfshirës, por procesi asnjëherë nuk ka qenë gjithëpërfshirës tek ne ku flitet për sistemin zgjedhor, sepse janë llogaritë e 2 partive të mëdha. Kështu që 3 komponentë që theksohen me të drejtë, ne po i evidentojmë këtu. Financimi i partive politike. Po të shohësh deklaratat e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, asnjëri nuk shkon tek varianti mos është më mirë të kemi financime vetëm publike, siç e kanë disa nga vendet e Bashkimit Evropian, për të eliminuar dhe për të minimizuar mundësinë e infiltrimit të parave të pista. A. Nuk e gjen qoftë tek deklaratat e Partisë Demokratike edhe tek deklaratat e Partisë Socialiste. B. Institucionet monitoruese të procesit të financimeve, duke filluar nga KQZ-ja, e peç çfarë tha kryetari i KQZ-s, endes na kanë ardhur formularet. Zgjedhjet kanë 6 muaj që kanë mbaruar. Opinioni publik nuk di se çka ndodhur, qoftë me kontratën e kripur tek Partia Demokratike, por edhe me paratë e hedhura tek Partia Socialiste. Nuk dim kush janë financuesit dhe sa para janë shpenzuar dhe si janë kanalizuar këto para. Sot mbas 6 muaj. Dhe 2 palët bin dakord që mekanizmat për ta monitoruar këtë gjë t'jenë këto që janë. Nuk intereson t'i përforcojnë, se këto përforcojnë. Financimi që vijnë nga rrugë të pista, që lidhet interesit e tyre i drejt për drejt dhe e fundit. Depolitizimi i administratës publike. Është ndoshta pretendimi i madh shkojmë në depolitizimin e 100% e administratës publike, duke parë se si e kemi të politizuar administratën publike, referuar institucione që vijnë nga të dhëna që vijnë nga institucioneve ndërkombëtare, por mund të operohet me struktura të pjesshme të depolitizuar. Dhe Europa ka modele se si administrohen zgjedhjet sot, qoftë me komisionet ad hoc, qoftë me administratë të cilët vijnë jo detyrimisht nga administrata publike, po vijnë nga shoqëria civile dhe gjendet mekanizmi për ta zgjidhur. As për këtë pikë nuk ka as diskutimi më të vogël, sepse palët janë të interesuar të kenë hajdutët e tyre në komisionet zgjedhore që së paku të ruajnë njëri tjetrin, ose së shumti e mbylla, të vjedhin partitë e vogla, siç kanë bërë. Formalisht pak, nuk e di sa realisht e besojnë socialistët, këtë që thonë, po formalisht socialistët e kanë kërkuar depolitizimin e strukturës të themit komisioneve të votimit dhe numërim, nëse unë s'jam gabim apo opozicion. Po edhe po nuk e di sa e sinqert mund të jetë, por që e kanë. Korrektje, po a mund ta pretendosh administratën zgjedhore nga administrata publike kur sot është më e politizuar se kur? Po këto zgjedhje për shkak se u hapën këto zgjedhje. Nuk po them që zgjedhja është nga administrata. Okej. Publike, mund të jenë nga shoqëria civile, nga edukimi, nga ushtria, mund të jenë nga bankat, e kupton? Patjetër.
Majoranca, jo, së pari që duke thënë këtë që edhe Partia Demokratike që në vitin 2020 në kuadër të asaj marrëveshjes politike e kishin vendosur, po të 5 qershorit që të fillonte procesi i gradualisht i depolitizimit, departizimit të administratës zgjedhore. Dhe së fundi, duket që tashmë të gjithë e kanë pranuar që ka ardhur momenti që kjo mënyrë organizimit dhe të funksionimit të komisioneve të niveleve 2 dhe 3 tërësishme përbërje partjake nuk mund të funksionojë. Majoranca ka si ide me të pak nga që është artikuluar edhe nga drejtuesit e majorancës, mendon që do të ishte zgjidhje më mirë që të ishin në punës të shërbimit civil, gjë që në gjykimin dhe vlerësimin tim nuk mendoj që do të funksionojë. Pse? Ne akoma nuk kemi në stadin ku partitë politike dhe veçanërisht opozita të jetë e përjashtuar tërësisht nga administrimi i procesit. Pra e thonë e formula hibride që thotë lami mund të jetë zgjidhja? Ajo në gjykimin dhe vlerësimin tim Si për shembull? që do të ishte zgjidhje më e mirë. Si për shembull komisionet e votimit të jenë të departizuara, por ato të numërimit Jo, një lloj gjithë struktura e administratës e nivelit të 2 dhe të 3 ketë një kompozim pak a shumë të tillë ku shumica e antarësisë tjetë përzgjedhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga një pull i caktuar avokat, mësues, cilat janë kategoritë? Përse këtu te kategoritë po atë, domethënë avokat, jurist të cilët nuk janë të angazhuar me administratën publike, mësues, shoqëri civile, banker të nivelit pra ullët, po përgjithsisht njerëz që nuk janë në payrollin e aty ku s'ka borderore qeverisë. Dhe ndërkohë partitë kanë dhe ato të paktën nga 1, 2, 3, 4 apo 5 partitë kryesore. Për sa veta flasim, sepse janë 5.000 kuti? 5 deri në 7 veta, maksimumi në rastin 5 deri në 7. Në një qendër votimi. Her 5.000? Her 5.000, 35.000. Me fjalë nuk janë... Po, dhe sot janë 28.000, janë goxha, parafërsisht. Nuk është janë pak. Nuk është se ka njerëz për nuk është se ka një numër. Formula që është zgjedhur që të jenë nga partitë politike. Plus partitë politike marrin e ndryshojnë sekond fundit. Janë pa trajnuar. Edhe shumë nga këta të cilët vinë nëpërmjet zyrave të partisë, kur kryejmë sesionet e trajnimit me ta, edhe pse vinë nga zyrat e partisë, një pjesë e madhe e tyre thonë që shiko, nëse ne do të jemi të KQZ-s, është më mirë, ndjem veten edhe ne më mirë. Se është më i mbrojtur nga të vetë. Po do, se duket Skënderisht duke hedhur atë dyshimin që është pak e vështirë për t'i gjetur njerëz. Jo, ka njerëz të cilët edhe duan të merren me zgjedhjen në fakt. Duket e çuditshme, por kanë një lloj interesi për të angazhuar. Një masë e madhe gjithsesi njerëzish, është një masë e madhe që të mund të shmangësh para gjykimet, që të mos dalin pastaj të thonë jo, kjo pjesë është patronazhist, kjo kështu, kjo ashtu. Vetëm ka një gjë, këtë doja ta pyesja Celibash, para se shkojmë në publicitet. Pra, se që përmëndet dhe në raporte përmëndet dhe monitorial, fakti që kësaj radhe edhe vonesa e daljes rezultateve nuk lidhej për shkak të se KQZ-ja nuk i kishte marrë masat. Në fund fare ishin këta komisioner në 99% rasteve nën presionin e shefave të tyre politik, të dyja krave, të gjitha krave. Me kanë dorë mekanizmin ata. Pra le të themi në këtë moment që këta komisionerë në shumicë do ishin njerëz të përzgjedhur e trajnuar nga KQZ-ja, sigurisht rezultati i zgjedhjeve do të ishte shumë më herët. Absolutisht. Sepse tash jam i bindur 100%. Ta mbaroj, pastaj ty. Po. Për këtë jam i bindur 100%. Jam i bindur që do të funksionojë shumë më mirë ky sistem. Pra, një sistem miks ku partitë ta kenë një njeriu e tyre aty, me sy dhe me vesh në komision. Edhe me drejt vote, pra po qoftë edhe me të drejt vote. Por ama që nga dita 1, kur do duhet filloj procesi përgatitor në komisionin e qendrës votimit, apo edhe në KZAZ, tjetë një person i cili ka vajtur aty nga KQZ dhe nuk gjendet në frikën që do ta heqin 2 ditë pas. Ndërkohë, do të ketë edhe një mekanizëm që t'i vendosi ata në pozit në raport me ligjin. Pra, ai duke qenë atje,
te interesit politik që mund të ketë apo simpatisë politike, do ketë frikë nga ligji. Do të paguhet më mirë, por ama do të ketë reperkusione. Nuk e di Sokol, unë kam një siç e kemi të gjithë, unë kam një ide fikse kur flitet për zgjedhjet në Shqipëri. Kam një imazh që nuk më ikën sa herë që flitet për zgjedhjet. Në rrjetin France 2, në zgjedhjet franceze presidenciale, ka një siluet që del në orën 8:00, që është ora e mbylljes së kutive të votimit. Dhe brenda harkut të pak sekondave, ajo silueta sqarohet dhe merr fytyrën e kandidatit fitues. Pra, brenda harkut të minutës së parë pas mbylljes së kutive, Franca njeh presidentin e Republikës. Dakor. Dhe këtu, një sekond, këtu do me thënë, drejqe e mori tani në këtë vend, ne po u bëm me flokë bardha dhe nuk kemi parë që një herë, jo aja fati kushtetues i 48-orëve, se aq është. Por të paktën të kishin dalë ditën e 3 ose të 4. Unë po marr një shembull. Tu gjenë kapin zgjedhjet. Po shiko ç'ndodh. Apo jo, se ka komuna për shembull që po marrim një shembull, mirë, po marrim një shembull për cilin fare rastisht ne të katër jemi protagonistë në atë zgjedhjeve. Pra, zoti Cili Bashi në distancë. Tani janë zorët e sherrin atë zgjedhjeve. Jo, një sekond, po prit. Që unë du të them që tjetër. Cili ishte debati asaj dite? Debati asaj dite ishte që numërimi votimi elektronik dhe numërimi elektronik e nxorën rezultatin. Pra, ju e dinit rezultatin e vorës, apo jo? Jo, nuk e dinim në fakt. Më thënë, se dolën nga disa makina u bë transmitimi rezultatit. Po, dolën nga partjakët. Po, se pra partjakët u transmetua dhe u printua rezultatit për 4-5 komisionerët partjak filluan të nxjerrin rezultatin lart e poshtë. Por nëse do kishin patur komisioner të KQZ-s me numërim dhe votim elektronik, do kishte dalë rezultati zoti Cili Bashi në sekond. Ja, shiko, administrimi pra, nëse ju do keni numërim votim elektronik, dhe komisione kryesisht jo partjake, natyrisht në nënbërshgimin e partive kryesore. A kjo silueta që përmend Skënderi do të fillonte të ravizojë diku rreth orës 8:30, 9? Po, më shpejt nëse do aplikosh votimin elektronik. Ajo del direkt në sekond. Po. Ja, shikon. Pra shikon sa e tjeshtë. Edhe Franca është se ka sferën e kristalit. Kanë sistemin që punon. Dhe që e kanë pranuar gjitha palë. Unë jam dakord me zotin Mingjozi për skepticizmin të cilën ka për formulat të reja të administrimit të zgjedhjeve. Por, rasti i vorës, ne na jep lakmusin për të kuptuar dy gjëra. Që, kur ti vendos makinën elektronike për të nxjerrë rezultatin shpejt, interpretimi që bëjmë aktorët politikë janë dy. Ose kur është rezultati ngushtë do të ketë tension, ose kur rezultati në bazë perceptohet si i madh, dekurojon njërën palë dhe jep zemër palës tjetër. Nëse i ke komisionerët politikë. Dhe gjitha kjo vjen, sepse i ke komisionerët dhe gjitha kjo vjen, ata nuk kanë se dekurojnë, se ata kanë përballë ligje. Po pra, ja pra që erdhëm ke konkluzion. Flamur nokën dhe ta ulan ballë. Dhe gjitha kjo vjen për shkak se janë komisioner politikë. Atëherë, zoti Mingjozi, si do ta zgjidhim këtë gjë ne? Unë mendoj që ne do të ecim në dy drejtime. Nuk diskutohet. Zonat pilot të testimit të pajisjeve elektronike duhet fillojnë të zgjerohen. Me kostot përkatëse, por besoj se kosto e pajisjeve, me kostën politike dhe zvarritjen e procesit që ju me drejtë e thoni është shumë herë më e vogël. Së dyti, futja e zonave me kombinacione formule të numëruzve do të ishte një zgjedhje dy që do ta stensionote tensioni dhe ne gradualisht do vinim tek ajo administrat që janë formulat sot. Çfarë përqindje? Ja se duhet shkojmë publicitet, rrugë tjetër unë nuk shoh. Sepse nuk kemi folur për atë që është suksesi më i madh personal, dhe ai nuk e fsheh Ilian Cili Bashit. Vota e diasporës, paradoksalisht, te vetmja pikë ku Sali Berisha goditi sot dhe OSBE-n. Rikthehemi pas pak.